Kur presidenti SBA Donald Trump njoftoi tarifa më të larta se sa pritej nga importet nga e gjithë bota, vëmendja u kthye te rritja e çmimeve për shampanjën, parmigianon apo Ferrarin. Megjithatë, efektet në tregun e konsumit po rezultojnë të jenë shumë më të gjera, duke prekur fusha si bukuria por edhe shëndeti. Nga e shtuna hyri në fuqi tarifa universale prej 10% për të gjitha produktet e importuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra sipas Bloomberg, prodhuesit dhe furnitorët po mendojnë se deri në çfarë mase do të kalojnë barrën te konsumatorët. Herën e parë që administrata Trump vendosi tarifa më të ulta ndaj Kinës, shumë kompani thanë se nuk ishin në gjendje të përfshinin kostot shtesë në çmimet përfundimtare. Tani gama e produkteve të prekura është më e gjerë. Aviatorët ikon Ray-Ban, të favorizuara nga Joe Biden, por të bëra të famshme nga Tom Cruise në filmin Top Gun, prodhohen kryesisht në një fshat të vogël në Itali. Ato janë në pronësi të Essilor Luxottica, një gjigant optik me vlerë mbi 100 miliardë euro dhe i eksportuar në mbar botën, me tarifën e re 20% që hyn në fuqi nga 9 prilli. Për importet evropiane, aksesorët Maverick mund të bëhen luks. Nespresso, kapsula e kafes bëhet e hidhur. Nespresso e Nestle shet rreth 14 miliardë kapsula në vit, por prodhimi është i kufizuar ekskluzivisht në Zvicër, me tarifat mbi importet zvicerane deri në 31%. Adhuruesit e ekspresit në SBA ka të ngjartë duhet të gërmojnë më thellë në xhepat e tyre. Lodrat e seksit dhe produktet e bukurisë si qerpikët dhe paruket janë një artikull luksi. Kina kontrollon gati 80% të tregut global të parukeve dhe 70% të tregut të qerpikëve fals dhe lodrave të seksit. SBA është një blerës kryesor, por tarifat e reja 34% për Kinën dhe 26% për Indinë mund të shkaktojnë rritje të konsiderueshme të çmimeve për artikujt në fjalë. Vlen të përmendet se tregu i lodrave seksuale në SBA arriti në 10.6 miliardë dollar në vitin 2024. Sipas Bloomberg, rritje çmimesh edhe për trajnime me botox, edhe pse deri më tani sektori i farmaceutikës nuk është prekur nga tarifat, ekziston shqetësimi për një ndryshim të mundshëm. Prodhon botox në Irlandë dhe shitjet në SBA kanë arritur afro 1.7 miliardë dollar në vitin 2024. Nëse vendosen tarifa, kostoja do të përballohet vetëm nga klientët, pasi trajtimet kozmetike nuk mbulohen nga kompanitë e sigurimit. Unazat inteligjente Aura të Finlandës, që monitorojnë gjumin, aktivitetin fizik të përditshëm dhe rrajet e zemrës, mund të ndikohen nga tarifat. Është tipike që modeli i fundit ka një çmim fillestar prej $349. Produktet e mirëqenies, siç tregon gjithçka, nuk do të mbeten të paprekura. Shtretër spitalor të teknologjisë së lartë. Grupi Czech Linet furnizon spitalet amerikane me shtretër të teknologjisë së lartë, por pas shpalljes së tarifave, kompania planifikon të rrisë çmimet dhe të kalojë në produktet me çmime më të larta me marzhe më të larta, duke qenë se shitjet e tij në SBA arrin në 370 milionë euro. Presion ndaj sistemit shëndetësor amerikan pritet të rritet. Birkenstock i Gjermanisë tashmë thotë se ka mjetet për të rregulluar çmimet globalisht për të balancuar barrën e tarifave, me Amerikën si tregun më të madh dhe me të ardhura prej 950 milionë euro në 2024, kompania lë të hapur mundësinë që rritjet të ndahen në tregje të tjera.